Përshëndetje miq, jam në zyrën e një mikut tim, është Majri son. Jam të zyrja e Qëndrim Kryeziut, i cili është kandidat për deputet në Republikën e Kosovës, dhe ju si zakonisht e dini se unë jam njëri i germave dhe i numrave, është kandidat me numrin 103, këtu me mu në zyrën e tij Qëndrimi. Mirë se gjeta Qëndrim. Mirë se kje ardhë, mirë se të ka pru Zoti. Qëndrim, numri 103. Po, 103. Edhe emrin e ki karakteristik ka simbolik shumë të madhe emri i qëndrimit. 103 herë përmenet fjala sabër, durim. Atë ka dhe pse kom zgjedhë? Pse? Në dheqë në gjithë se cilet i treti vërteti. Po, a? Po, për këta e kom marrë. Edhe unë du me folë diçka. Fjala durim në Kuran përmenet 103 herë. 103 herë. Surja 103 në Kuran, është surja El Asr, thëjnë të pashakohën. Pashakohën, njerëzit janë humbje me përjashtim atyre që e ndjekin të vërtetën, që janë besimtarë, e besojnë Zotin e tyre ku besojnë. Po, unë besojnë Zotin e plotëfuqishëm që është plotëfuqishëm, që në është as i katolikëve as i muslimanëve, po është i krejtëve, që ato besoj. Do me thonë të beson në hakun. Besojnë në hakun, në Zot. Po edhe durimi është qesi i suksesit. Po i duruar, i fituar, i thot në kanun. Tani 103 që e ka një zero në mes, numrit 23. E hiqin zeron, betet numri? Po numri 13, familja 13 është shqiptarëve që udhëheq botën. Po, e 13? Po 13, një në 13 familje është familja shqiptare. Një sure në Kuran është me numrin 13 Bubullima. Bubullima, shqip është ta? Po, Bubullima. Po. Nëse shkoni të ajeti 13 i surës Bubullima, e kuptoni se qëndrimi ka punë me Zotin e tij, me engjëjt që e dojnë në qiell dhe njerëzit e përqafojnë tokë, qëndrimin me të gjitha shërbimet që i ban për njerëzit në dobi të mirës. Po, pa izën e Zotit, edhe pa ju falenderu Zotit, çdo takim edhe para çdo takimi edhe mas çdo takimi asnjëherë nuk nisën. Dhe sa zgjohem në mëngjes, kurdo që zgjohemi falenderojna Zotit që më dha një mundësi mu zgju edhe me vazhdu ditën. Edhe kur të bëjmë eroj, falenderojna prap Zotit, falenderojna Zotit tim, Zotit tim shqiptar që besoj që është Zoti një, se më pas der Zoti më kish fal në Japoni. Në Japoni, në Indi, në Arabi, në Amerikë. Po që më ka folë në Kosovë, më ka folë në tokë arbënore shqiptare. A flasmi pak për germat. Po dëgjoj se te ki dësane që spajtojnë është pesh me ty. Më vynë fort ku me hi me studiu për më pajtu me ty. Germa i në rënditje cila është? është 12. Germa i. Po. E 13? E 13 është 13. E 13 është germa, si jes vjen jeja. Jo, ja. Po. Germa së? Germa së është 24. 26. 26. E germa P? 22. Dhe me thonë, ISP, ISP, Po. Internet Service Provider, Po. do me thonë edhe me numrat janë shumë të mira, për me qenë shumë i suksesshëm në biznesin, po flasë me gematri, se shumica e din që gematrinë e ka udhi pari Tim Shkupi. Po duke i besu Zotit shumë, jo, duke i besu Zotit edhe duke qenë besimtari i Zotit, kom vendos me elon emrin kështu. Do me thonë, Se kom ditë për këtë varë punë që po thuti. P-ja është germa 22 e alfabetit Shqipës. Kush e kalon, Tim Shkupi apo ato burra që më lodhën Jo, manastir? e ka lënën djetarë shqiptarë të Kongresit Manastirit. Po, që është Kurani i dytë për Tim Shkupin. Mas germës po, cila germë vjen? Që? Emri jotë, me cilën germë Me fillon? shkronjën që? Do me thonë me shkronjën 23. Tash para numrit 23 është numri 22. 22. Ku të Qëndrim Kryeziu ofron shërbime për të gjithë qytetarët, jo vetëm të Kosovës, edhe të diasporës, edhe të Maqedonisë, edhe të Shqipërisë. Kështu që nga ky vend, nëse kom përkrahur ndonjë njeri kështu shpirtnisht, nëse e du ndonjë njeri shpirtnisht, 22 vjet më i ri se unë, dhe Zoti është shtu. Ma shumë se 25, 26 i kam. 25 Qasë në tjena. edhe është mirë.
Zoti e shtoft numrin ton me njerëzit të mirë që janë në shërbim të shqiptarisë, të mirës dhe të bamirësisë. Edhe nëse nuk punon me djerës, edhe nëse nuk punon hakikat, dhe me adhon hakun çdo kujt, edhe me nderu çdo kan, edhe me respektu çdo kan, unë edhe bobrecin tutna me shkel. Faleminderit shumë. Edhe bobrecin tutna me shkel, edhe tutna me hongër hakun çdo kujna. Duhet me respektu çdo njonin, pavarësisht ngjyrës, pavarësisht Racës, besimit. Është njeri Zotit. Po nuk më pajtu me ata që dojnë me ndru vetë vetën ato që ka i ka folë Zoti. Mu tjetërsu. Mu tjetërsu. Me pas desh Zoti e kish folë çdo njonin o në Rom, o në Mekë. Kështu që përderisa nuk na ka folën me këta dy port nuk pajtona. Sepse Meka jam edhe Vatikani jam është prekazi, është kruja, është lidhja e Prizrenit, është vendi ku i na bashku, ku i na rrit për mjetu edhe për me bashkë ndërtu këtë vend. Edhe përderisa i na konë shqiptarët, na ka folë Zoti shqiptar, pse duhet na me shku tjetër kohë nëse më tjetërsu. Na duhet me ndërtu vendin tonë, duhet me punu për vendin tonë, duhet me rikthy kryeqytetin e shqiptarëve që është Shkupi. Duhet me rikthy kryeqytetin edhe mja bashkangjitën Shqipërisë se në 1912 ne kemi nalë një luftë. Po e kemi nalë vetëm në 28.342 km atë luftë. Lufta ka vazhdu deri në vitin 99 që është çliru edhe një 10.878 km2. Po na ka mbet komplet Maqedonia. Na ka mbet komplet Maqedonia e gjysmë çlirume. Se edhe atje po na mujnë të këqit. Po na i marrin komunat shqiptare. Edhe atje po punojnë shqiptarët e zimi hum komunat shqiptare. Pastaj kemi edhe 11.040 kilometra malin e zi, që është komplet purë shqiptar. E kem komplet për shkak besimit ortodoks që kemi largu shqiptarët e Greqisë. Duke ju thonë janë grek, janë nëse ata janë arvanit. Çka ka të keqe me konë një shqiptar i besimit ortodoks mos më pengon kur gjë. Nuk pjesën më të madhe shokë e kanë besimit islam. Po janë shqiptar, nuk kanë islam politik. Me themel. Janë shqiptar tamam. Edhe komplet çka i kanë tamam shok besnik. Apo e shini që nuk ka fe tjetër përveç shqiptarisë që është natyrshmëria jonë, gjeni jonë. Ne respektojmë besimet e gjithëve. Ju falenderit shumë. Kem ku më shku se Përshëndetjeve edhe miqtemi. Pse besjanë të Kosovës më të votu ti? Mishte tu, kur shtash që janë të Kosovës, te ke miq në... A dëna me votu, ha? Gjitha ondë. Ju përshëndes, vej. Falenderët e uroj çdo të mirë, çdo shqiptari kudo që frymon, kudo që është, kudo që punon, sepse puna e tij që e bën herë do kur do ka më kthy në vend lindje që të ndërtoj diçka edhe të kthehet se çdo shqiponjë gjithmonë është kthyer në folenë e vet. Dhe ne që qëndrojmë këtu duhet punojmë më shumë që ata ta kanë një vend më të mirë, më të sigurt dhe të kthehen në vendin e vet, që të punojnë për vendin e vet, që të punojnë për dinjitetin e vet dhe familjen e vet, këtu ku i kanë pasur edhe varresat e babës, së gjyshit, të stërgjyshit, të katërgjyshit e me radhë. Falenderit shumë. Është dardania jonë, është arbëria jonë. Falenderit shumë. Urime gjithëve. Urime gjithëve. Urime Kosovë. Urime Kosovë.